jemi bashkë në kuadrë të Drive on This. Jemi në kohën kur kena me zhvillu një intervistë. Sot kena me folë për një histori suksesi që po shkruhet çdo ditë në sportin kosovar. Është klubi i karates Kanina nga Fush Kosova. Edhe pse një klub relativisht i ri ka arrit mu rëndit ndër klubet më të suksesshme të karates në vendin tonë. Pra, me një numër të madh medaljesh në gara vendore, por edhe në ato ndërkombëtare, sportistët e këtij klubi po e përfaqësojnë me shumë krenari vendin tonë, Kosovën tonë në arenën ndërkombëtare. Vetëm në sezonin e parë të vitit 2026, klubi ka shënuar rezultate të jashtëzakonshme në turneun ndërkombëtar Kumanova Open 2 2026. Me vetëm 6 garues kanë fitu 7 medalje, derisa në kampionatin mesdhetar në Egjipt, i cili ishte para pak ditëve, sportistët e klubit janë përballë me konkurrencën më të fortë të vendeve mesdhetare dhe janë kthy me rezultate të rëndësishme për Kosovën. Pra, sot kemi kënaqësinë me pas në studio trajnerën e klubit Fatmire Kysenaj, si dhe dy sportistë talentuar që po shkëlqejnë në arenën ndërkombëtare, që është Valza dhe Dren Gashi. Motor e vlla bashkë me trajnerën, por edhe me nënën e tyre. Tash pe dini sa vështirë kanë fëmijët. Mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për juve për ftesën. Si u kom me disponim, qysh po ndiheni pas këtyre lojrave krenar? Shumë mirë. Po ma merr mendja që po. Fatmire, tregom të lutem qysh ka lind ideja për me themelu klubin e karates. Ke qenë karatiste në të kaluarën? Të gjëmë përveç se kem qenë domon karatiste në të kaluarën, atëherë domon si sportist në një periudhë vështirë në vitet 90-ta, kur ka qenë gjithçka e kufizu për sportin për Kosovën përgjithësi, jo vetëm për sportin e karates. Atëherë dhe në si garuse me rezultate kulmore, me rezultate të mira brenda vendit, po jo dhe jashtë vendit në pamundësi për të udhëtuar dhe për të përfaqësuar vendin, përse paraprakisht Federata Shqiptare është nda prej aty në sistemeve tjera. Edhe kështu që për një kohë pas luftës, domethënë në vitin 2000, jem shpall kampione shtetërore kategori, edhe diku në vitin 2021 nëse kam ndërprej karaten. Jem angazhu në detyra në të tjera, po. Profesionin edhe kështu që e kam ndërprej për një kohë, mandej ka ardhur krimi familjes, edhe kështu që unë për një kohë jem shkëput prej karates, për një kohë, jo Gojat gata. Mandej si non, si ashtu, si mundësinë e kom dhënë ato që unë s'kom mujt me arrit, domethënë më shumë nështë ku menu, kom thonë që përmes fëmijëve diçka bile me bëse prap. Tash unë prap ka flajsh shpirti, nuk ka pushu se menduari për karaten. Po normal. Po kisha pas qef shumë e ditë. A kanë pas edhe fëmijët dëshirë mu mora, ju ka pëlqy ky sport? Apo ka qenë imponuar? Nuk thëmë që ka qenë imponuar, në mundësin ja u këmë spjegue, ta në kohën sa kanë qenë të vogël, unë ju këmë spjegue, ju këmë folë për karaten, për rezultatet e mia, për medaljet që i kam, apo kupton, edhe të është një farë mënyre, ata veç që kanë ditë, kanë pas diçka për dhe mundësia që na u dha me shku, me i regjistru në klubin e karates aty në Fush Kosovë, unë ju thash edhe në fillim, thash, okej, provone. Nëse s'ju pëlqen, atëherë vazhdojna me një sport tjetër, provone. Mirë po këta qysh prej atëherë, domethënë e kanë marrë talentin e nonës. Se di, nështë talentin, nështë edhe po edhe kushtet sot janë shumë ndryshe se sa që kanë qenë në të kaluarën. Fatmire, tregom, klubi është relativisht i ri, por rezultatet për një periudhë tepër të shkurtë kohore po janë mbreslënse. Kisha pas qef me ditë cili është sekreti i krejt këtij suksesi. Nështë dashria e madhe për sportin, ai vullneti që unë e kam për këtë sportin që kom dash kaq shumë, domethënë për kushtimi jam, nështë ka ardhur te edhe çdo rezultat të mirë, po i kam do garus fenomenal. Me të vërtetë kam pas fatin që i kam ata garus, që dua t'i përshëndes të gjithë secilin veç e veç, për rezultatet që na rrit për kënaqësinë, gëzimet që na i sjellin në këtë. Domethënë pse shumë të vegjël për një periudhë shumë të shkurtë kanë arrit domethënë rezultate të mira, që vitin e parë domethënë 2023 na kena filluar me klub. Fëmijët këta garus kanë qenë përpara në klub tjetër. Mandej në 2023, në janar 2023 kena filluar me klubin e Kanina, edhe prej atje kena regjistru garus 3, përveç tyne, tash i kena diku mbi 20 garus aktiv që janë në për arena. Prej moshës 7 apo? Prej 5 kam. Prej 5 kam pas 6, domon tash i kam
kam grup mosha deri moshën 13 vjeçare, mirë po në çdo garë ku jem paraqit rezultate thuja secili prej tyre është kthy me medalje. Sa mirë me dëgjoj. Dikun ka qenë te arta, dikun argjenta, po e rëndësishme atyve ka qenë se janë medalist, edhe kështu që vullnetin e tyne, punën e tyne, ato çka e dojnë, e shoh që kena një të ardhme shumë të mirë. Po gëzona shumë. Po kthena te Valza sa emër i bukur. Fillimisht ma kujtove që edhe njerë çfarë moshe ki? 20 vjet. 20 vjet. Atëherë kisha dashur me ditë medalja e bronzët, të cilën jetu e mbaj tash, edhe ata të cilët po na ndjekin në YouTube kanë mundësi me pa medaljen e bronzë, të cilën e ka fituar në kampionatin mesdhetar në Egjipt. Është një sukses shumë i madh. Çush e ke përjetuar këtë moment? Padyshim, në momentin që na kena fillu me merr me karate, na e kena di që kena me mrit diçka sukses. Edhe derisa e mrina atë sukses, na nuk kena mundol. Edhe kur ka marr pjesë në këtë garë, e kom pas para ndjenjen prej fillimit që diçka e mirë ka me ndodh. Do më thonë, u kon intuita. Sa mirë. U kon intuita prej fillimit se e kom pas atë synimin që okej, sot unë e kam me bo që të sana, dhe unë e kam me fitu, edhe pa marrë parasysh me kush ka me mdojlë për para, unë e kam me jap maksimumin tam. Sa mirë. Edhe momentin që e kom marrë venin e tret, kundër, do me thonë, finaljen e medaljes të bronz kundër garusës Greqis, ajo kon një moment shumë i rëndësishëm, garant. Moment kulmor që kom thonë, okej. Po, për valzën se po harroj me cekë dhe domon ka qenë me garusën e Algjerisë. Kampionati mesdhetar, domon këtë kampionat kanë marrë pjesë 15 shtete. Domon Egjipti ka qenë vendas, domon edhe ka arrit, ka dominu. Normal. Ka dominu, kanë qenë, domethënë shumë shtete të tjera. Algjeria, ka qenë Turqia, që është një prej shteteve domethënë që karatjen e ka të zhvilluar, mirë po ka Spanja, Greqia, Italia, Franca, domethënë kanë shtete të fuqishme, shtete me provojt gjatë në sportin e karates, mirë po momentin që është se çdo vit mbahet nga një shtet të mesdheut, kampionati mesdhetar. Domethënë ky kampionat mbahet çdo vit në shtetet të caktuara, cila fiton drejtën domethënë me organizu këto. Kështu që Egjipti e dominoi, përveç se ishte një vend i lartë, ishim se në dilemat nisem ato tojna të shkojna, ishte një vend që nuk kishim shumë një ori rrethina dhe për shkak shkaqeve tjera rrethonave politike bla bla në shtet që s'na ne. Edhe kështu që mirë po vendosëm, dëshira për sport dhe për të arritur sukses, vendosëm me shku atje dhe ja dalëm. Domethënë me çfarë qëllim që shkum, ja dalëm. Ai e ka dominuar, ka qenë shumë vështirë me të vërtetë se përpos shiko garus të mirë, dhe është dikun Egjipti ish disa statistika 120 milion dhe 130 milion njerëz ish Egjipti. Edhe tash veç Aleksandria ku ishim na ku mbajke ato ishin 6 milion domethënë këto shtetet e rajonit tonat nuk e bojnë çat 6 milionë njerëz, edhe na kena deportu domethënë me deportu me ja u marr medalje, se s'është medalja vetë, me janë 4 medalje që janë marrë në katë kampionat, nuk është të valzës, mirë po të rriturit, domethënë mbi të moshën 18 vjeçare kanë qenë valza Adreni ata që kanë arritur sukses. Ta garusët e tjerë kanë qenë në moshën 18 vjeçare. Edhe kështu një herë se dashta me thonë diçka për shkak që me tregu që e ka dominu. 109 medalje ka marrë Egjipti vetë në vendin e vet. A 92 janë pikë shteteve tjera që kanë marrë pjesë veç 92, ata domethënë 109 i kanë marrë veç vetë. Sa ka qenë vështirë sa shteti përgatitur, definitivisht i cili ka vonë shumë për... Me mortar, domethënë Algjeria ishte e dyta në Algjerinë e mujtëm. Domethënë valza mujti garusën nga Algjeria, për gjysëm për finale domethënë u ndesh me garusën e Egjiptit, ndërsa në finale për vendin e tretë domethënë me garusën e Greqisë, që është një klub shumë i njohur, trajneri i saj është kampion evropian me vitet të tona rresht, edhe kështu që na arritëm çatu që me ja marr medaljen çati shteti. Kthehem tash veç po ndalem pak tek valza dhe tek dreni. Valza, ti ke qenë përpara dhe kampione ballkanike dhe nën kampione mesdhetare ekipore. Cilin sukses deri më sot e konsideron që është një prej sukseseve më të rëndësishme që ti ke pas deri në moshën 20 vjeçare? Cilit flan ty? Momentet rëndësishme kena plot, se dhe se cila medalje që e morëm, se cili sukses e ka atë peshën e vetë dhe atë rëndësinë e vetë. Po më me veçu që kampionati ballkanik ku për herë të parë në gara, domethënë kampionate ndërkombëtare, jam shpall kampiona e kam e flajt gjithmonë me mu. Definitivisht, ai moment që zon me largu primendjes. Asnjëherë, edhe këto medalje tjera normal janë të mirë se ardhuna. Kjo e fundit më thonë që ka qenë shumë e rëndësi, shkaku që
prej moshës 18 vjeçare, domethënë momentin që merr medalje plus 18 kanë rëndësi dhe kanë peshë shumë të madhe. Qysh duket një ditë e zakonshme për ty? Mes stërvitjeve, jetës private, je në fakultet, apo cilat janë angazhimet e tua? Me thonë drejtën, prej fëmijë, prej momentit që kena vendosur mu merr me karate, kena një jetë kogja të ngarkume, një ditë kogja të ngjeshur me angazhime. Prej momentit që çona në mëngjes, kam mësu herët, mu bo gati me shkum punë. Tash jam absolvente e fakultetit, domethënë shkenca biokimi laboratorike. Sa mirë. Jam përfundim studimeve dhe pak shpresoj me diplomu. Perfekt. Edhe mas ditën e kena normal gjithmonë bezë, gjithmonë të nxone me stërvitje. Po ma merr mendja. Dreni, me vetë qysh ka nisë rrugtimi yt në karate? Nuk ka nevojë, sepse duke pas nanën kampione dhe duke e po pasionin që nana e ka për këtë sport, patjetër që është integruar edhe brenda juve. Por çka do të thot për Drenin me përfaqësu Kosovën në garat ndërkombëtare? Po du me ditë çfarë emocioni ti përcjell? Normal, çdo garë që përfaqësojnë Kosovën është krenari edhe është privilegj shumë i madh që me përfaqësu në arenën ndërkombëtare. Si garus që prezantoj Kosovën në gara jashtë, mundona gjithmonë me jep atë maksimumin që me pas një paraqitje sa më të mirë dhe normal me që flamurin e Kosovës sa më lart. Definitivisht. Në kampionatin mesdhetar je rëndit në mesin e sportistëve më të mirë të rajonit. Qysh e vlerëson këtë rezultat? Të marr parasysh që në atë garë ka pas garus shumë, domethënë garus shumë të fortë që njëri prej tyre u kon kampion i botës që ka marrë pjesë në atë kategori. Wow. Është një sukses, nuk më thonë është sukses më i lartë, po është një sukses që e ku marrit si pjesë e punës që Cila garë deri tash u kon më e rëndësishme për ty, por edhe më e vështirë, më sfiduese? Ma e vështira më i me thonë që ka qenë kjo garë për shkak që ka pas garus elitarë që kanë pas mjaft karrierë dhe mjaft dhe me thonë përvoj për me arrit suksese. Po se cila garë normal e ka rëndësinë e vetë dhe që thash që normal që çdo herë mundu me paraqit Kosovën sa më mirë dhe sa më lart. Pra, unë po besoj që ty të motivon me vazhdu dhe kur rezultatet nuk janë ato të cilat ti i pret, është motivi për me mbri atë ëndrrën që ti don, apo që një qëllim që ja ke vendos vetës, edhe me mbri atë qëllim ndoshta pse jo mu bë edhe ti trajner i karates, apo çfarë plane kiti për vetën? Po besoj tash me një rrugën që e ka nisë mami edhe normal. Gjallë nona, sa? Herë ka kokta, duhet me na sjell medalje për me dëshmu që dhe trajner sukses shumë. A muj me ditë për juve dyve një pyetje, a është vështirë nona me qenë trajnere? E një profesioni, por edhe pasion që i keni që është karate. Po më pyet mu sa ki vështirë me tre, se e kam edhe një garus. E kam edhe një garus e tjetër është Redona. I kena edhe 1 minutë, i kena deri në fund, kështu po më tregojnë djemt, por për ty patjetër është, po ti ja u ke qel rrugën. Këta rrugën ju të ndjek që ju ka thonë nana e tyne. A është vështirë? Është e vështirë. Shokut që kjo është edhe prend, edhe trajnere, kjo sheh potencialin që i kena na, edhe në shtëpi, edhe në stërvitje, edhe pret shumë prej neve. Prej juve, po padyshim edhe prej krejt atyre fëmijëve të tjerë të cilët janë pjesë e klubit. Fatmire, faleminderit shumë Valza Dren, unë ju falenderoj tepër shumë për kohën, faleminderit për medaljet të cilat i keni sjell Kosovës, për punën e mrekullueshme dhe uroj që herën tjetër kur keni më na ardhur në studio, keni me ardhë me plotësimin e ëndrave dhe dëshirave tuaja. Faleminderit shumë, u gëzofsh. Faleminderit shumë. Suksese shumë. Pra, ishte Fatmira Kysenaj, Valza dhe Dren Gashi, të cilët janë pjesë e klubit të karates Kanina, të cilën e gjeni në fushë Kosovë. Përpos kësaj, na kanë ardhur me medalje nga Egjipti.